edhe unë kam pritur që të rizgjidhe, nëse do një bashkë. Mirë po, edhe unë kam thënë gjithashtu, që ju nëse gjeni një kandidat familjes Jashari, për shembull, që është emblema jonë, emblema e krenarisë shqiptare, në rregull është. Ajo është si figurë përbashkuese, është shumë mbi këtë që e kemi, sepse Vjosa Osmani është partijake. Ajo nuk është ndonjë e ardhur nga organizatat jo qeveritare apo ku ta di unë. Sido që tjetë është zgjedhje partijake, se ajo është e guxo. Aktualisht jo është. Erdhi si kandidat. Figur pa parti politike. Çdo president, kur bëhet president, ai i hek dorë nga përkatësia partijake. Mirë pa ajo erdhi, sa që e di unë, si kryetare e guxoi. Kishte një marrëveshje politike atë. Po sigurisht ata edhe hynë, u bashkuan ashtu. Edhe ajo i bashkoi që njëri kryeministër tjetri president. Nuk ishte ajo diçka që erdhi kështu. Edhe ajo fitoi pak famë shkaku i asaj pse u bë. Kishte borxh Albin Kurti ta bënte edhe një president e Vjosa Osmani. Në politik nuk ekzistojnë borxhe. Sepse ka një analizë që në 2021 Vetëvendosja fitoi atë përqindjen që mori për shkak të Vjosa Osmanit. Edhe këto zgjedhjet e fundit njerëzit e votuan Vetëvendosjen për shkak se menduan që jam sërish bashk. Dhe do të jem bashk dhe Osmani do të jetë presidentja. Ajo është krejt diçka që ne e paragjykojmë, nuk ka asnjë argument, se mund të thuash edhe ndryshe, që Vjosa Osmani mori aq shumë vota pse u bë me Vetëvendosjen. Se kur s'do i mirte ato vota, sikur të ishte. Po nëse edhe reduktoi goxha shumë LDK-n kur doli nga ky subjekt politik. Po, është e vërtet, po e reduktoi LDK-ja reduktohet edhe nëse nuk i merr asgjë. Normalisht që LDK-ja ajo ishte krahu më i vlefshëm i LDK-s që doli në Vetëvendosjen, edhe si e tilla normalisht që solli vetveti vota. Mirë po, në politik nuk ka borxhe, ka interese. Në momentin kur unë kam interes të bëhem me ty, bëhem. Kur s'kam. Tregtia nuk lejohet. Se interesi politik po, nëse kemi një ideal, nëse kemi një ideal për Kosovën më mirë, për popullin e Kosovës, ajo na i lejon të gjitha lojrat të bëhen. Mirë po, nuk lejon vetëm atë që bëjmë ma parë nga çka vuan të Kosova, nga çka e shëroi në një farmase kryetari i Vetëvendosjes. Çdo gjë ishte tregti. Çdo gjë, do të bëjmë presidentin nëse na jep këtë. Ne do t'ju japim presidentin, ju do të na jepni këtë. Edhe kështu që ndodhte që me 3 deputet bëhesh kryeministër. Ajo është absurde, se ti mund t'jesh i rëndësishëm për të bë qeverinë të zonë. Po ti s'mund të shkosh deri ashtu të kushtosh që tani po unë